Përshëndetje, unë jam Sara Sejati, jam pjesë e Porsche Albania prej 2 vitesh në pozicionin e asistentes së drejtorëve të përgjithshëm dhe oficere prokurimesh. Unë jam këtu sot për të folur për projektin tonë më të ri, Teo Chatbot. Teo është asistenti ynë virtual i automatizuar, i avancuar, i cili lehtëson komunikimin e klientëve me Porsche Albania. Ata mund të marrin informacione të rëndësishme në lidhje me modelet më të reja të Porsche Albania, shërbimet e servisit të rezervimi online, si dhe pjesët e këmbimit. Nëse është e nevojshme, klientët mund të kontaktojnë direkt me operatorët tanë për pyetje specifike. Duke qenë se Porsche Albania ka në qendër klientin, e gjithë ideja lindi si një nevojë për të qenë sa më afër tyre me informacione sa më të plota, por dhe për t'ju kursyer atyre kohë. Gjithashtu Porsche Albania është avangard në tregun automotiv dhe objektivi i saj është përdorimi i teknologjisë në mënyrë sa më eficiente dhe praktike, gjithmonë me në fokus klientin. Teo është pasardhësi i aplikacionit Makina ime dhe prezantimi i tij i parë me publikun u bë nëpërmjet këtij aplikacioni, duke u ndjekur më pas nga një fushatë mirëfill digjitale në rrjetet tona sociale. Teon mund ta kontaktoni nëpërmjet numrit tonë të WhatsApp ose nëpërmjet linkut që ju ridrejton direkt në bisedë që mund ta gjeni në të gjitha platformat tona online. Me Teo, klientët mund të marrin informacion të menjëhershëm, të kursen kohë dhe të komunikojnë 24/7 pa që nevoja të presin në radha, por për të vizituar fizikisht pikat tona të shërbimit. Teo mund të ndihmojë në rezervimin e servisit online, mjafton të ndiqen hapat që ju ridrejtojnë në platformën SBO dhe gjithë procedura mund të kryhet vetë nga klienti sipas nevojave të tij. Po, nëpërmjet Teo, klientët mund të marrin informacion për ofertat më të fundit, promocionet apo mënyrën e financimit për makinat e reja dhe të përdorura në Porsche Albania. Teo është i programuar të përdorë të dhënat më të fundit nga Porsche Albania dhe përditësohet në mënyrë të vazhdueshme për të siguruar informacione sa më të sakta dhe të përditësuara. Gjithashtu, nëpërmjet tij, klientët mund të lidhen me një agent të dedikuar, i cili do t'ju sigurojë atyre informacion sa më të saktë dhe të vlefshëm. Duke qenë se Teo është një projekt të risi në tregun tonë, edhe përshtatja e klientit me këtë metodë të re komunikimi ka qenë disi e vështirë. Duke qenë se klientët janë mësuar me mënyra tradicionale të komunikimit, ndjekja e hapave të një chati të automatizuar e bënte disi të vështirë komunikimin. Nëse do të krahasojmë numrin e mesazheve që vinin më parë me numrin aktual të mesazheve që vijnë drejt WhatsApp-it ton, vihet re që përshtatja ka filluar. Ne tashmë marrim rreth 100 mesazhe në ditë nga klientët tanë që kërkojnë vazhdimisht informacion për shërbimet tona. E ardhmja e Teo është plot mundësi. Ne synojmë të zgjerojmë aftësitë e tij, ta integrojmë atë me platforma të tjera dhe të përdorim inteligjencën artificiale më të avancuar në mënyrë që t'i ofrojmë klientit shërbime edhe më të personalizuara. Siç e përmenda në fillim, Porsche Albania ka në qendër klientin dhe nevojat e tyre drejtojnë zhvillimin e investimeve tona. Digitalizimi është prioriteti Porsche Albania, sepse ne besojmë që e ardhmja është digjitale. Dhe mos harroni, Teo nuk pushon asnjëherë.